Komisioni Evropian njoftoi se Shqipëria hapi një tjetër grup të tretë në konferencën e 5 të antarësimit që lidhet me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Janë 6 grupe në negociatat për antarësim në BE dhe i treti merret me kapitull për transformimin digjital dhe mediat, tatimet, politikën ekonomike dhe monetare, politikën sociale dhe punësimin, sipërmarrjen dhe politikën industriale, shkencën dhe kërkimin, arsimin dhe kulturën, si dhe bashkimin diagonal. Grupi i parë lidhet me atë që është themelore: drejtësia, liria, siguria, prokurimet publike, statistika dhe kontrolli financiar. I dyti lidhet me tregun e brendshëm, i treti me konkurrencën dhe rritjen gjithëpërfshirëse, i katëri me agjendën e gjelbërt dhe lidhjen e qëndrueshme. I pesi me burimet, bujqësinë dhe kohezionin, kurse i gjashti me marrëdhëniet e jashtme. Janë gjithsej 35 kapituj të klasifikuar në 6 grupime. Shqipëria ka hapur negociatat në 16 kapituj që nga nëntori i vitit të kaluar, duke e çuar numrin total të kapitujve që po negocion në 24. Ky numër është më shumë se sa ka hapur Serbia në 10 vjet. Ekziston mundësia që Shqipëria ta kalojë malin e zi në negociatat e antarësimit në BE, nëse vazhdon të përmbush kërkesat e bashkimit me këtë ritëm, ndërkohë Bosnjë dhe Hercegovina ende është në pritje të fillimit të negociatave, kurse Kosova edhe më larg.